Kur lexoni Biblën, të krishterët përshkruhen si udhëtar ose ushtar në luftë. Nëse shikoni Biblën tani, do të shihni se kjo është me të vërtetë e vërtetë. Pse Bibla i quan të krishterët udhëtar ose ushtar? Është e thjeshtë. Kjo do të thotë se shtëpia jonë, vendlindja jonë si të krishterë, nuk është kjo botë, dhe vendi ku jetojmë nuk është një shtëpi, është një fushë betejë. Unë mendoj se librat e Biblës që shprehin dhe theksojnë më së miri këto dy gjëra janë Eksodi, Numrat dhe Ligji i Përtërirë. Izraelitët që u larguan nga Egjipti hyjnë në shkretëtirë. Nuk është shtëpia e tyre, as vendlindja e tyre. Ata hyjnë atje si udhëtar. Por kudo që shkojnë, përjetojnë luftë në çdo moment. Në fillim ata luftuan kundër ushtrisë egjiptiane, pastaj kundër njëri tjetrit dhe më pas kundër kombeve të tjera të huaja. Ajo që duhet të vërejmë këtu është se tabernakulli ishte gjithmonë në qendër të udhëtimit të izraelitëve në shkretëtirë. Tabernakulli nuk është një tempull, nuk është një ndërtesë që është fiksuar apo ngritur në një vend. Tabernakulli është i lëvizshëm, dhe rreth tabernakullit vendoseshin gjithmonë 12 fiset e Izraelit, nga 3 përfaqësuese secila, duke formuar një kamp. Çdo fis ka flamurin dhe prisin e vet në atë kamp. Është identike me një zhvendosje që është plotësisht gati për luftë. Ky imazh mund të thuhet se është një realite që tregon se si duhet të jetojnë të krishterët në këtë botë. Pra, atëherë duhet të pyesim veten: si të jetoj në këtë botë? A nuk jetoj sikur do të jetoj në këtë botë për 1000 vjet? A nuk jetoj në këtë botë pa asnjë tension, thjesht duke shkuar me rrjedhën sipas kohës dhe situatës? Sikur nuk po zhvillohet askund një betejë shpirtërore?